Sot ne jemi këtu në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Tiranës. Dhe sot ne, pikërisht se nuk jemi as ata të tjerët, dhe pikërisht se nuk jemi si asnjë nga të tjerët, nuk jemi duke kërkuar lirim për të burgosurin politik Erion Veliaj, sepse kjo nuk është çështja jonë, sepse në Shqipëri nuk ka të burgosur politik, dhe sepse sa do e dhimbshme të jetë mungesa e tij, sa do e padrejtë të na duket ne, ne pikërisht pse jemi këtu për të bërë histori dhe për t'i lënë fëmijëve tanë një Shqipëri tjetër, kemi vetëm një detyrë jashtëzakonisht vështirë, detyrën që Fatos Nano e kreu më së miri, duke jo vetëm përballuar burgun dhe duke dalë me dorën e shtrirë ndaj burgosit ti, por dhe duke përballuar poshtrime tjera, por pa lëshuar asnjëherë, pa i hapur asnjëherë portat detit të socialistëve për ta përmbytur Shqipërinë nga e para, por duke krijuar kushtet që hap pas hapi ne të vim këtu ku jemi. Ne jemi sot në një udhkryq, jo Partia Socialiste, Shqipëria. Një udhkryq midis të shkuarës dhe të ardhmes.